Zakone të përditshme që po e dëmtojnë trurin. Shumë besojnë se truri dëmtohet vetëm nga sëmundjet, aksidentet ose mosha, se problemet mendore shfaqen pa pritur dhe pa paralajmërim. Por në realitet, në shumicën e rasteve, truri dëmtohet ngadalë. Shumë ngadalë, jo nga një ngjarje e vetme, por nga zakone të vogla, të përditshme, që i konsiderojmë normale. Aq normale sa nuk i vëmë më në dyshim. Një nga këto zakone është mungesa e gjumit. Gjumi nuk është thjesht pushim për trupin, është procesi jetik për trurin. Gjatë gjumit, truri pastron mbeturinat metabolike, forcon kujtesën dhe rregullon lidhjet nervore. Kur gjumi është i pamjaftueshëm ose i çrregullt, këto procese ndërpriten. Me kalimin e kohës, përqendrimi bie, reagimet ngadalsohen, mendimi bëhet më i turpullt. Shumë njerëz e quajnë këtë lodhje, por në fakt është truri që nuk po rikuperohet siç duhet. Një tjetër zakon që po e ndryshon mënyrën si funksionon truri është ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ekraneve. Telefonat, rrjetet sociale dhe videot e shkurtra e bombardojnë trurin me stimuj të shpejt dhe të pandërprer. Çdo njoftim ndërpret vëmendjen, çdo scroll i shpejt e mëson trurin të kërkojë stimul të ri çdo pak sekonda. Kjo e bën gjithnjë më të vështirë të përqendrohesh gjatë në një detyrë të vetme. Leximi bëhet më i lodhshëm, mendimi i thellë bëhet më i rrallë, truri mësohet me shpërqendrim të vazhdueshëm dhe humbet të durimin për qetësinë. Stresi i vazhdueshëm është një tjetër faktor i fuqishëm, por shpesh i nënvlerësuar. Trupi i njeriut është ndërtuar për të përballuar stres afatshkurtër, jo stres konstant. Kur truri është përdit në gjendje alarmi, prodhimi i hormoneve të stresit rritet. Kjo ndikon drejt për drejt në kujtesë, përqendrim dhe stabilitet emocional. Problemi është se shumë njerëz janë mësuar me këtë gjendje. Ata e quajnë normale, por truri nuk e sheh si normale. Ai lodhet, dhe lodhja mendore nuk shfaqet gjithmonë si ankth, shpesh shfaqet si mungesë energjie, apati ose irritim i vazhdueshëm. Një tjetër zakon i rrezikshëm është mungesa e qetësisë. Truri ka nevojë për momente pas zhurmë, pa ekran, pa kërkesa. Heshtja ndihmon mendjen të riorganizohet. Kur këto momente mungojnë, truri nuk ka hapësirë për të përpunuar informacionin dhe emocionet. Shumë njerëz e mbajnë mendjen të zënë gjatë gjithë ditës. Muzikë, video, lajme, biseda, por një mendje që nuk ndalet kurrë, nuk rigjenerohet plotësisht. Edhe ushqimi luan rol të madh në shëndetin e trurit. Truri konsumon shumë energji dhe ka nevojë për lëndë ushqyese cilësore. Ushqimi i përpunuar, i pasur me sheqer dhe i varfër në vlera ushqyese ndikon negativisht në funksionimin mendor. Me kalimin e kohës kjo ndikon në energji, humor dhe qartësi mendore. Një tjetër faktor që shpesh neglizhohet është mungesa e lëvizjes. Lëvizja ndihmon qarkullimin e gjakut dhe furnizimin e trurit me oksigjen. Jeta sedentare e privon trurin nga ky stimull natyral. Edhe ecjet e thjeshta kanë ndikim pozitiv në funksionimin mendor. Të gjitha këto zakone nuk dëmtojnë trurin menjëherë. Dëmi është gradual. Aq gradual sa shumë njerëz e kuptojnë vetëm kur ndihen vazhdimisht të lodhur, të shpërqendruar ose pa qartësi mendore. Lajmi i mirë është se truri ka aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur dhe për të rikuperuar, por kjo ndodh vetëm kur fillojmë të ndërgjegjësohemi për mënyrën si jetojmë. Pyetja më e rëndësishme nuk është nëse këto zakone janë të dëmshme. Pyetja është, cilat prej tyre janë bërë pjesë e jetës sonë pa e kuptuar, sepse mënyra si jetojmë sot është mënyra si truri ynë do të funksionojë nesër.